Korea e Veriut ka teknologjinë për të shpërthyer njerëz nga shumë larg dhe atyre u pëlqen kjo. U pëlqen shumë. Diktatorët Kim janë bërë të famshëm për këto parada ushtarake epike, ku kalojnë lëshues të mëdhenj raketash në sheshin kryesor të Fenjanit. Por gjithashtu, ashtu si shumë kombe të tjera para tyre, shkencëtarët koreano-verior fillojnë të përpiqen të zbulojnë si të bëjnë raketa edhe më të mëdha dhe më shkatruese. Gjëja interesante për një raketë vërtet të madhe dhe një raketë për lëshimin e satelitëve është se ato janë pothuajse e njëjta gjë, dhe nëse do të ndërtosh njërin, atëherë mund të bësh edhe tjetrën, sepse një program hapësinor është gjithashtu një mënyrë për të mburur, dhe nëse ka një gjë që e dim me siguri për qeverinë e Koresë së Veriut, është se ata e duan të mburren. Kështu që Kimët kanë hyrë zyrtarisht në garën hapësinore. Kjo kërkon pak kohë, por në gusht të vitit 1998, raketa e parë ndonjëherë e prodhuar nga Korea e Veriut për në orbit vendoset në platformën e lëshimit në Tonghae. Ata e quajnë këtë raketë tipo Bon. Në thelb është thjesht një version më i madh i raketës Scud, por arrin të ngrihet me sukses dhe fluturon në një lartësi rreth 200 km. Korea e Veriut e shpall këtë lëshim si të suksesshëm, duke vendosur satelitin e tyre të parë në orbit. Vëzhguesit perëndimorë nuk janë dakord. Ngarkesa me siguri arriti në hapësirë, por nuk arriti të futet në një orbitë të qëndrueshme. Me shumë gjaz, thjesht ra përsëri poshtë pas disa ditësh. Do duheshin 9 vjet derisa Korea e Veriut ishte gati të lëshonte sërish nga Tonghae, këtë herë me një raketë të re, Unha. Në koreano-veriore do thot galaktik, dhe në thelb ishte thjesht një version pak më i madh dhe më i fuqishëm i asaj që ata tashmë kishin. Megjithatë, kjo raketë është mjaftueshëm me aft për të tërhequr më në fund vëmendjen e Kombeve të Bashkuara, të cilat i bëjnë thirrje Koresë së Veriut të anulojë çdo testim të Unhas, duke thënë në thelb se është paksa shumë afër një rakete balistike ndërkontinentale për të qenë e sigurt. Edhe Rusia këshillon Kim Jong-il të mos e bëjë këtë. Pra e bën gjithsesi. Në prill të vitit 2009, Unha ngrihet me sukses. Sërish ajo fluturon në hapësirë. Sërish koreano-veriorët pretendojnë sukses në vendosjen e një sateliti në orbit. Dhe sërish vëzhguesit perëndimor thonë se nuk arriti të hyjë në orbit dhe mbeturinat përfunduan në oqeanin paqësor. Tu hyn në skenë Kim Jong-un, njeriu i vogël i raketave. Vetëm një vit pas vdekjes së babait të tij në vitin 2011, diktatori i tretë i Koresë së Veriut po shtyn më fort se kurrë për të fituar vrull me programin hapësinor të vendit të tij. Në prill të vitit 2012, shohim lëshimin e parë nga porti i ri hapësinor në Sohae. Një tjetër raketë Unha ngrihet në ajër, por kjo herë shkon edhe më keq se më parë. Raketa shpërthen në ajër pak pas lëshimit. Kjo duhet ishte një fest për 100 vjetorin e lindjes së themeluesit të Koresë së Veriut, Kim Il-sung, por u kthye në një fillim të vështirë për kohën e nipit të tij në pushtet. Kim Jong-un nuk u tërhoq, përkundrazi i shtysh shkencëtarët e raketave të vendit të tij më shumë se kur më parë. Deri në vjetor 2012, ata ishin sërish në platformën e lëshimit me një tjetër raketë Unha, nga 2 lëshime në 9 vjet, në 2 lëshime brenda një viti, dhe hera e dytë rezultoi me sukses. Korea e Veriut vendos me sukses satelitin e tyre të parë në një orbit diellore sinkrone, rreth 500 km mbi tokë. Është një satelit për vëzhgimin e tokës, dhe mediat koreano-veriore raportojnë menjëherë se tashmë po e përdorin për spionuar bazat ushtarake amerikane. Sërish, ata që mund të shohin hapësirën me teleskope kundërshtojnë këtë, duke thënë se sateliti është padyshim në orbit, por gjithashtu po rrotullohet jashtë kontrollit në një mënyrë që nuk mund të vëzhgojë asgjë të dobishme. Megjithatë, OKB-ja nuk ishte as pak e kënaqur me ambicet raketore të Koresë së Veriut. Në vitin 2013, ata i vendosën vendit sanksione të reja, duke e bërë Korenë e Veriut edhe më të izoluar dhe të shkëputur nga bota se kur më parë. Pastaj, në shkurt të vitit 2013, Korea e Veriut kreu një test bërthamor nën-toksor, gjë që i përkeqësoi edhe më shumë gjërat. Dhe për të mbyllur vitin, Kim Jong-un vrau xhaxhain e tij, kështu që ishte qartësisht shumë i zënë në atë periudhë dhe lëshimet e satelitëve mbetën paksa në harres për sa kohë. Vetëm në shkurt të vitit 2016, shohim një tjetër lëshim rakete Unha. Koha e këtij lëshimi është kryesisht simbolike, pasi përkon me 7 vjet e 5 vjetorin e lindjes së babait të Kim Jong-un, por do të shënonte lëshimin e parë vërtet të suksesshëm të një sateliti nga Korea e Veriut. Raketa vendosi një tjetër platformë vëzhgimi në orbit diellore sinkrone, dhe gjithçka funksionoi në mënyrë të përsosur. Sateliti është në gjendje të dërgojë fotografi nga orbita në tokë. Por sërish programi hapësinor i Koresë së Veriut hesht për një kohë të gjatë. Thjesht nuk po arrin të krijojë ndonjë vrull. Inteligjenca perëndimore thotë se ata po punojnë për një dizajn të ri dhe të përmirësuar rakete, por nuk po bëhet shumë përparim. Kjo deri në vitin 2023, kur gjithçka ndryshon, po atë vit që Kim Jong-un dhe Vladimir Putin zhvillojnë takimin e tyre në kozmodromin rus dhe finalizojnë një marrëveshje se si Korea e Veriut do të ndihmojë në pushtimin e Ukrainës.
Tani, a ka të bëjë që vërtet me hapësirën apo ka të bëjë me faktin që Kim Jong-un po armatoset për luftën e tretë botërore? Po të dyja në fakt, dhe kështu kanë shkuar gjithmonë këto punë. Bashkimi Sovjetik nuk filloi duke ndërtuar raketa dhe kapsula hapësinore. Ata po ndërtonin raketa balistike ndërkontinentale gjigante dhe koka bërthamore për qëllimin shumë të qartë të shkrumbimit Shteteve të Bashkuara. Por nëse lufta nuk do të kumër, atëherë nuk do që gjitha ai mund të shkojë dëm, kështu që mund të kesh edhe një program hapësinor ndërkohë. Dhe në këtë mënyrë, nëse bota nuk përfundon në një apokalips të zjarrt, të paktën dukesh i fortë dhe mbreslënës. Kështu që në maj të vitit 2023, Korea e Veriut prezanton për herë të parë raketën e tyre të re. Kjo quhet Cholima, sipas një kali mitik korean që njihet si simbol i shpejtësisë dhe fuqisë. Kjo është krejtësisht ndryshe nga Unha. Nuk bazohet më te raketa Scud, por nuk është as një krijim origjinal i Koreas së Veriut. Dizajni i motorit fazës parë Cholima thuhet se ka një ngjashmëri të habitshme me motorin sovjetik RD-250, i cili është një motor rakete me 2 gryka, relativisht i vogël, i ndërtuar në mesin e viteve 1960. Nuk është plotësisht e qartë se si një tuf motorësh raketë të pepërt sovjetik përfunduan në Korenë e Veriut, por gjithashtu nuk të duhet shumë imagjinat për të bërë një hamendësim. Kur Cholima u lshua për herë të parë, faza e re shtytësit funksionoi në mënyrë të përsosur, por raketa pati një dështim me fazën e dytë. Motori mbi shtytësinë, që supozohej të çonte ngarkesën më tej në hapësirë, nuk u ndez dhe gjithë raketa ra përsëri poshtë dhe përfundoi në oqean. Kur ata lshuan sërish Cholima në gusht 2023, faza e parë dhe e dytë e raketës funksionuan mirë, por motori i fazës së tretë dështoi gjatë ndezjes për futje në orbitë. Pra, ajo që mund të kuptojmë është se koreanët e Veriut po përdorin motor të besueshëm sovjetik për fazën e shtytësit të raketës së re, por fazat e sipërme po përdorin diçka shumë më pak të provuar. Media koreano-veriore fajsoi dështimet e fazës së sipërme për një motor të ri me një lloj karburanti të paqëndrueshëm. Askush nuk e di më të vërtetë se çfarë do të thotë kjo, por mund të nënkuptojë që ata po përdorin një dizajn më origjinal që nuk po funksionon aq mirë. Tani arrinte lëshimi i tretë i Cholimas në nëntor 2023 dhe më në fund gjithçka shkon sipas planit. Të tre fazat e raketës funksionojnë siç duhet dhe një satelit i ri ushtarak shpion vendoset në orbitë diellore të sinkronizuar. 2 muaj pas takimit të Kimit me Putinin dhe pa pritur problemet e tyre me raketën zgjidhen. E din që diçka e madhe ndryshoi rreth kësaj kohe për programin hapësinor të Koreas së Veriut, sepse në maj të vitit 2024 ata kanë një tjetër raketë krejt të re në platformën e lëshimit në Sohae, dhe kjo është shumë e avancuar se Cholima. Është një hap gjigant për të bërë vetëm brenda një viti. Në vend motorit me lëndë djegëse hipergolike që vetë shkëndion, siç do të gjejë në një raketë balistike mesatare, kjo raketë e re po përdor oksigjen të lëngshëm kriogjenik dhe karburant kerozin, pikërisht siç do të shihje në një SpaceX Falcon 9 ose një Soyuz ruse. Nuk është teknologji më e fundit, por është standardi i industrisë për vitin 2024 dhe duhet të pyesësh veten si arriti Korea e Veriut të kap hapin kaq shpejt. Mirë, ndoshta nuk e pse të çuditesh aq shumë për këtë. Gjithsesi, vetëm se ata siguruan ose shpikën një motor krejtësisht të ri, kjo nuk i bën menjëherë koreano-veriorët shkencëtar gjenit raketatave. Mjeti i tyre i ri shpërtheu në ajër vetëm disa sekonda pas nisjes. Dhe kjo është gjithçka që dim. Ata as nuk thanë se si quhej kjo raketë e re apo çfarë mbante në bord. Niveli i fshehtësisë është në kulmin e vet dhe gjithmonë ka qenë jashtëzakonisht i lartë. Tani, nuk është as pak çudi që ata patën probleme të reja me një raketë me karburant kriogjenik. Kjo është shumë e ndërlikuar. Kërkon që oksigjeni lëngshëm të mbahet në temperatura nën -100 gradë dhe kur ai lëng super i ftohtë godet motorin, ndryshimi i shpejtë i temperaturës mund ta fusë të gjithë sistemin e furnizimit me karburant në kaos. Befatësia më e madhe është se ata nuk kanë provuar përsëri që atëherë. Po gjithashtu e dim që nuk kanë heq dorë. Imazhet satelitore nga qershori i vitit 2025 tregojnë se për herë të parë që nga vera e vitit 2024 është testuar një motor i madh rakete në Sohae. Gjithashtu ka pasur ndërtim të ri rreth vendit lëshimit, përfshirë zgjerimin e një fabrike që dihet se prodhon motor raketash dhe një tunel të ri që do të lidhte platformën e lëshimit me një linjë hekurëdhore aty pranë.